Ndërrojmë temë, djali i Isa Mustafës, Arbeni, është përfshirë në një skandal ku bashkë me Shpëtim Hazirin, këshilltar i grupit parlamentar të LDK-s, tentojnë të bindin Egzon Azemin, aktivist i vetëvendosjes, që ai bashkë me aktivistë të tjerë të kalojnë në LDK. Tregojmë prapaskena të shumta të komunës e të LDK-s. Në publik akuzojnë njëri tjetrin dhe thonë se dallojnë, por në fakt partitë politike në Kosovë ngjasojnë shumë me njëra tjetrën. Gjithçka brenda bëhet në bazë të atyre më të fortëve të partisë, e familjarët e liderëve kanë vërtet ndikim nga prapaskenat. KTV-ja ka siguruar disa incizime në të cilat zyrtarë të LDK-s tentojnë të bindin një aktivist të lëvizjes vetëvendosje për të bërë pjesë e kësaj partie. Shpëtim Haziri, që është këshilltar i grupit parlamentar të LDK-s, takohet me Egzon Azemin të paktën 3 herë për ta bindur atë që të kalojë në partinë e Isa Mustafës. Jam e tash të në vëllës nuk plan, që ja dalëm bashkë, ja dalëm. Shkon që ja dalëm, s'me me thonë, bëj pashku, s'me me thonë vetë. Po, në vëllës nuk plan. Nëse kemi shku për pas, në shku dëtë. Nëse këna me dështu, këna me dështu dëtë, që në mahtë dozër dështu një dështu shumë pak, në më shka. Shumë pak, për shkak që njës të një në që tash njës të një, kam të kortë. Haziri, që shihet disa herë dhe me fytyrë në këto incizime, i premton Egzonit takim me Mustafën, duke e këshilluar madje që t'i kërkoj falje kryetarit të Prishtinës për kritikat që ja ka bërë. Ku po të qafë, nëse veç menon me kompena me taku me të tisës, personalisht, që ajme të avon shtetin, ajme jam shilbuhe në Armenit, me jam shilë si cilit, me të njoftë tisat personalisht, edhe si është ku gjë nuk është, se kërkimi falje është një përpasti shumë më të djetë. Ku më gjyku, që ashtë, ku më ka njeri, ku mujtë më gabu, a në atë moment garantoj që 3 pesh ma shumë këtë shtetë. Pasha që të marë, se e një mentalitetin e ti. Në fund të një takimi, Haziri ja jep 20 euro Egzonit, dhurat për mbushje. Jo, Mërë një mbushje, të kemi firë, ja? Po i që avin 20 euro për mbushje, po i... Kaj kafe, të një hapë. O shpejt. Për ta bindur Egzonin, zyrtarët e LDK-s takojnë atë me djalin e madh të Isa Mustafës, Arbenin. Ai thot gjatë bisedës se është numër 2 në parti, por nuk dëshiron shumë të dalë në publik. Në këtë takim të datës 26 të këtij muaji, Haziri kërkon nga Arbeni që të ndikojë për të emëruar dikë të afërt me të në drejtorinë e arsimit, rinisë dhe sportit të komunës së Prishtinës. Egzonit, që është edhe kryetari i rinisë së gjimnazit Sami Frashri, shpëtimi ja bën me dije se nëse gjëra dalin në publik, mund të ketë pasoja. Diskutoj diçka që ka shoh që është në rast për çdo që në obje apo në vajti. Është shumë rrezikshme. Po person ka humbur familjen të vetë o du, po familja çka. Votat që ja ka siguruar LDK-s, Shpëtim Haziri thot se do t'i kthehen pastaj me favore kur t'i nevojiten. Për me jetë në lëvëret i ki qëkash. Tash qëka më me bo ma shumë, atë ki i pishpis që thëjnë. Për qëka që ki të mija, dhe më honë, për qëka që vota më ki bërqë. është një punë, për qëka që vota dhe më ahëj. A i paralajmëron se Azir Borovci do të bëhet nën kryetari komunës, e që pastaj si shtot Shpëtimi, nuk kemi nevoj bashkë për gjithçka me e lut Isën. Tregon se si ka ndikuar Borovci në zgjedhjen e antarëve të bordit të trafikut urban. Që vjetë të zgjedhë bordit të trafikut urban. Në dy që ka po? Që të dujen të mitë, 4 ka posë më zgjedhë. Që të dujen të mitë, që ka zgjedhë për intervistët, me vlera. 2 zgjedhë një. KTV-ja ka kontaktuar me Egzon Azemin, por ai ka thënë se nuk është tani i gatshëm të flasë. Përgjigje për gjithë këto nuk ka pranuar të jap askush në LDK, pavarësisht se Kohavizioni u ka dhënë hapësirë që këtë ta bëj Ismet Beqiri, Vjosa Osmani e Azdran Osaj. Juve se vje hiç morë, m'ja dit votën, edhe me i thonë zoti më marrot, që se... Ashtu, në takon t'jo them, se vota është prona me çmueshme për ne. Gjo s'ka ma çmueshme në këtë demokraci se sa është vota. Gjo s'ka ma çmueshme, gjo s'ka ma çmueshme, gjo s'ka ma çmueshme, gjo s'ka ma çmueshme në këtë demokraci se sa është vota. Juve se vje hiç morë, m'ja dit votën, edhe me i thonë zoti më marrot, që se...
Në KTV dhe më herët edhe në portalin Index Online tregon se si djali kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhe një zyrtar tjetër i LDK-s tentojnë të ndërrojnë qëndërimin një antari të vetëvendosjes, duke i premtuar tender për prindrit, burse për familjar, regjistrim në universitetet dhe vend pune. Ndaj kësaj ka reaguar Lidhja Demokratike e Kosovës duke cilësuar këtë si fushat të grupit Koha, ndërsa kronikën e ka vlerësuar si tendencioze, jo parimore edhe të njanshme. Что же я me tash ti në vllaç nuk plan, çka ja dalëm bash, ja dalëm. Shkon si ja dalëm, s'më me thon bëj pashkur, s'më me thon vet. Po në vllaç nuk plan. Nëse kemi shku për para, kemi shku dot. Nëse kemi dështu dot, që më doza dështimit është shumë pak, e më shkon. Shumë pak, për shkak se njerëzit e mi në fuqizon. Tash njerëzit e mi i kam të fortë. Kronika e transmetuar në KTV bënte fjalë për një antar 18 vjeçar të vetëvendosjes, të cilit i bëhet oferta për të kaluar në LDK nga zyrtar të lartë të kësaj partie, përfshir Arben Mustafën, djalin e kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhe një këshilltar tjetër të kësaj partie, duke i premtuar përfitime të ndryshme. Që ai më ta mbështetjen, ai më jam shilguar në Armendit, më jam shit secillit. Me të njoftisa personalisht, edhe si është kur gjë nuk është, se kërkimi falje është një përparësi shumë e madhe pyetje. Ku më gjyku që ashtu, ku më ka njeri, ku mujt me gabu, ai në atë moment garantoj që 3 fish ma shumë ku me të pështetë. Pasha që të natë, se e një mentalitetin e tina. Jo, ose... Mene një mbushit, se kemi firmë, ja? Po i që havini zëtarë për një mbushit, po i... Kaj kafe, se një hapë. Këtë temë po të më duke aty se tani po duarin qëtë që djori për lërë ti, po në nështë ndimojnë krapavi, po s'këm që më duke. Tu qka i diskutoj diçka qka e shoh që është në interes i përgjithshëm, që e dy në alti, edhe në vaj tjetër. Se është shumë të rrezikshme. Këtu kërshon ta hubin familjen, se vetja o lull, po familja shkon. E me e të logaretik i qikash. Tash qka më me bo ma shumë, ato ki i peshpis që thëjnë. Për qika si ki të mija, dhe me honë, për qika që vota më ki borqë. është një punë, për që ka të vota të më ahëj. Së vjetë të zjedhë bordi trafikë në Vërban. Me dy që ka po? Që të dy janë të mitë, 4 ka posë më zjedhë. Që të dy janë të mitë, që ka zjedhë për intervjiste, me vlera. 2 zjedhë një. KTV-ja ka dhënë sqarimin e saj për këtë çështje. Përmes postës elektronike ata thonë se storia transmetuar kishte për qëllim thumbimin e fenomenit të blerjes së votave. Sipas tyre, në reagim, LDK-ja nuk e mohon se në këtë skandal është përfshirë një zyrtar i saj. Për LDK-n, sipas KTV-s, është shkelje e ligjit fakti që ky televizion ka transmetuar një skandal ku është përfshirë një zyrtar i LDK-s, ndërsa nuk e cilëson as pak shkelje faktin që zyrtari i saj e kërcënon me jetë një të ri. E madje e kërcënon me zhdukje të familjes nëse e publikon bisedën. Juve se vje hiq marrë, mja u dit votën, edhe me i thonë zote më marrot, që është se... Pashtu, në takon t'jo them, se vota është prona me qmushme për ne. Gjo s'ka ma qmushme në këtë demokraci se sa është votë. Gjo s'ka ma qmushme, gjo s'ka ma qmushme, gjo s'ka ma qmushme, gjo s'ka ma qmushme në këtë demokraci se sa është votë. Juve se vje hiq marrë, mja u dit votën, edhe me i thonë zote më marrot, që është se...